Mbrëm në orën 20:10, zyrtar policor nga stacioni policor i Rostushës kanë privuar nga liria personin AJ 49 vjeçar nga fshati Prisojnic, komuna e Mavrovës dhe Rostushës. Për shkak të dyshimit për vepër penale, marrje e rishfetit sipas nenit 357 të kodit penal. Sipas denoncimit nga NA nga fshati Kalisht, komuna e Vrapçishtit, AJ, punonjës në gjykatën themelore të Gostivarit, ka kontaktuar mikun e tij SM nga Gostivari dhe ka ofruar një shumë prej 100 eurosh të fshi një gjop gjyqësore, prej 200 eurosh edhe ndalesë për drejtim të automjetit për 6 muajsh, duke pretenduar se dokumentet kanë arritur tek ai për ekzekutim dhe se mund t'i kryej punën. Siç është denoncuar, NA në emër të shokut të tij ka kontaktuar personin AJ dhe kanë rënë dakord në një takim në një objekt hotelerik në Gostivar. Ndërsa pas janë takuar, e ka informuar se është gazetar dhe se po xhiron, pas së cilës AJ ka tentuar të arsyetohet se po bën shaka dhe është përpjekur të aratisej. AJ është ndaluar në stacionin policor dhe pas zbardhjes së dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij, do të paraqitet kallëzim përkatës. Dje në orën 16 në një fshat të Tetovës, zyrtar policor nga stacioni policor i Kamjanit kanë privuar nga liria personin EZ 77 vjeçar, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak se për shkak të një mosmarrëveshjeje në shtëpinë familjare ka sulmuar fizikisht nusen e djalit të tij, 38 vjeçare. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Mbrëm në orën 23 në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti i Punëve të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria personin AB 58 vjeçar nga Gostivari, sepse në shtëpinë familjare në Gostivar ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Sot pas mesnate në SPB Tetov, MM 29 vjeçar ka denoncuar se në vendin e tij të punës, në një objekt hotelerik në Tetov është sulmuar fizikisht nga klienti SHD, po merren masa në zbardhjen e rastit. Dje në orën 14:10 në SPB Tetov, personi NA, 63 vjeçar nga Tetova, ka denoncuar se në lokalin e tij, për shkak të një mosmarrëveshje, është sulmuar fizikisht nga LP1, po merren masa në zbardhjen e rastit. Dje në orën 9:40 në SPB Tetov është denoncuar se ka shpërthyer një zjarr në një fabrik në fshatin Pallatic, komuna e Zhelinës, pronë personit EJ nga fshati Pallatic. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa zjarri është lokalizuar nga ekipi i njësisë territoriale kundër zjarrit në Tetov. Kthyrja në vendin e ngjarjes është kryer nga ekipi i SPB Tetov. Dje në DPB Gostivar, një 42 vjeçar nga Gostivari ka denoncuar se është mashtruar në shumën prej 26.000 denarve. Sipas denoncimit, ai ka marrë një mesazh SMS me një link gjoja nga posta e Maqedonisë së Veriut për përditësim të dhënave për dërgimin e një pakoje. Siç është denoncuar, duke besuar se bëhet fjalë për një porosi të tij të mëparshme, ai ka futur të dhënat e karteles së tij pagesore në faqen e reme të internetit dhe mënyrë pas kësaj nga llogaria e tij janë kryer 5 transaksione drejt subjekteve të ndryshme pa pëlqimin e tij, pas së cilës ka kuptuar se është mashtruar, po ndërmerren masa për zbardhjen e dokumentimin e rastit. Dje në Departamentin e Punëve të Brendshme Gostivar, një 72 vjeçar nga Gostivari ka denoncuar se janë keq përdorur të dhënat e tij personale. Sipas denoncimit, gjatë marrjes së një vërtetimi për të ardhurat e realizuara nga Drejtoria e të Hyrave Publike, ai ka vërejtur se në dosjen e tij janë regjistruar fitime nga lojrat e fatit në vlerë prej 74.294 denarve për vitin 2024, të cilat ai nuk i ka tërhequr kurrë. Siç është denoncuar, ai dyshon se punojësit në një bastore sportive kanë shfrytzuar të dhënat e tij nga letër njoftimi për t'u paguar fitime personave të tretë dhe për shkak të këtyre të ardhurave fiktive, ai është përballur me shkurtime financiare të pensionit të tij në Itali, po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit.